Mirdita. O, pasha zotën, u bo mos me fol hetë se sa shumë. Jem bo që dash falle, qaj kryeministri jonë, si e pagujmë na, me taksat tona, pasha zotën, su ka të belanije. Thot, qka thot, i kom 800.000 shqiptar me veti, pa ta i ka administrat do, si boj i ma përlak, institutet si për jekin për pune, shkretit, e kujtosi ka me veti, pasha zotën. I ka kundra dhe ata veç se së zgudzojnë se nuk e din se qyshu ka merë. A kuptoj, këshyrin presit ka po merë atë zhrytën. Janë të lodhën se s'kanë mundësi ekonomike, e jek për pune, s'kanë faj. Do ditë e 18 sot e kres, kur kush, mos mu mledhe e qeveria, ose mos me thirë dyka, ose me thonë, kush jeni ju mërë si ka tëni, a i një njerëz, a i një populla, qka i një ju? Se nuk e kuptoj. Se kuptoj mos me në rëmbra pa shteti jonë, qeveria jonë, a ka ministra tjerë, a ka deputet Parti Socialistit tjerë, si kujdesin për ne. Hyç. Jonë, edhe aty 30% jonë socialista, edhe pse jem tonë një demonstrat, një protest për bashkë, protest popullore. Mos më kujdes kush me thonë a thu lëdhën bile, a thu qka kanë. Së është normale, nuk është normale. Se ju lëdha dhe ju të i foltit për dit, njekësve të mi, falimderit për njekjene për gzime që na i boni të rubrika jonë të Liponi, ju falimderit shumë. Thash vëllaj, kjo përmenje dhe herë sot, t'ja u thonë, o të di qka ka pojnë. Në lanë këtu, në lanë në rrugë. Po kur farashuj, po hytë. Qeveria e Tiranës në lanë rrugë. Në lanë me nejtë 18 ditë. E çdo ditë njerëzit të jushtue. Europa në përkrau protestën tonë dhe thotë, ishi ligjet e kanunit leksit të atyre se na mytë me kanun tokave e Tirana. Qa është kjo, bu? Me thonë token në përkatune, në përvene, në përgdete, në për ato ku është e gjdo shqiptari, edhe shmujna me a shumë, po folni të kushoj qeveri, o deputet partisë socialiste, o deputet parlamentit shqiptar, të tonë kushini, o Sani Berisha, të tonë kushini, folni për këtë protest, e një mënani mos në leni në rrugë, po një monani e ta kryem këtë protest e ta bëjmë qeverinë e re e të zgjedhjet të reja e të parakushme. Hajde, kalofshim.